Dhe shumë njerëz njohin për politikan prej ditëve të para. Në LDK shumë të tjerë njohin për avokat, shumë pak e din që me profesion je edhe hoxh. Po, edhe pam një foto ku ishe ti, Hoxha Bear Mjekiçi, edhe presidenti Osmani në një iftar në Prizren. E pata edhe Hoxhën këtu edhe pata rastin ta pyes, po si ndodhi ai takim në Prizren se në fakt vetëm unë e interpretoja si Osmani me dy hoxhallar, të tjerët mendonin Osmani e Xhafa me një hoxh. Arben mas pari po du me uru krejt qytetarët e Kosovës, besimtarët që kanë agjeru për muajin e agjerimit, sepse sonte përfundon agjerimi, lutem që Zotit na e ketë pranu agjerimin, edhe dua që edhe t'i uroj për Bajram të gjithë qytetarët. Ai takim Prizren ishte unë isha bashkë me Hoxhën në një iftar tjetër, presidentja ishte sigurisht në një iftar tjetër, pastaj u takuam, biseduam edhe do të thonë doli ajo foto që doli, por po e them prap, unë për vete asnjëherë nuk e kam shfaq këtë idenë që të medresesë dhe që kam përfundu për Hoxhë, sepse kur nuk kam dashur që ta përdor fen për qëllime politike dhe nuk do dua kur deri në fund të jetës time që të përdori aspektin e besimit për çështje politike. Sepse na në jetë edhe gabojmë, edhe në politikë mundemi me gabu, e nuk kisha dashur kur që dikush më ia vesh një gabim fesë për shkak të gabimit tem. A jemi në rregull? Për këtë arsye asnjëherë nuk e kam përdor as në fushata, as nuk e përdor as tash, as nuk do ta përdor asnjëherë në të ardhmen. Besimi jam është çështja jamja, edhe e familjes time, edhe shokët e miq të mi e din, por do të thonë rri shoqërohna edhe me hoxhallar, sikur që shoqërohna edhe me prifrim. Kjo është foto që po e shohim tash në dalje. Mirë, e ka bërë Hoxha një xhiro me të thënë drejtën. Edhe këtë shallën Hoxha insistoi në Shadërvan, ble një shall, merre një shall se unë isha dalë edhe pa palto, e mandej vazhduam për në takim.